Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshë të re figura e njohur publike. Graham Crackers, ish truproja e princave William dhe Harry, ka ndëruar jetë në moshën 77 vjeçare. Cracker shërbeu për 15 vjet si truproja mbretërore, duke luajtur një rol të rëndësishëm pas vdekjes tragjike të princesh Dianës në vitin 97. Ai ishte i pranishëm gjatë funeralit të princeshës, duke shoqëruar arkivolin e saj në udhëtimin nga pallati mbretëror. Në kujtimet e tij, princi Harry e përmendi Crackerin me dashamirësi, duke i quajtur Crackers dhe duke ndarë momente nga koha e tyre së bashku. Pasi doli në pension, Cracker kontriboi në komunitetin e tij, veçanërisht si vullnetar në qendrën artistike Southern Melting në Ware. Për shërbimet e tij, ai u nderua me urdhrin mbretëror viktorian nga mbretëresha Elizabeta II.